Jam Dimitër Panajoti, specialist për ullirin. Ndodhemi këtu në një ullishte për krahasitjen e ullirit. Ullishtja është 50 vjeçare, siç e shikoni është e pa trajtuar, e pa krahasitur dhe për distancat që ka rreth 6 metra ulliri nga ulliri, kurorat i ezojnë njëra tjetrën dhe vetë kurorat brenda tyre janë me dëndësi të lartë, me shumë dru dhe përsëri me jezim edhe prodhimi këtu është shumë i dogut ose as pak prodhim. Konkretisht ky ulli është i krijuar me një kuror në lartësinë 80 cm, me shumë deg skeletore, i krijuar që në fillim për të dhënë një formë kupore, por numri i degëve skeletore këtu ka deformuar edhe sistemin e menduar për të krijuar këtë ulli, edhe ka penguar gjithë procesin e prodhimit, sepse duke krijuar hije brenda kurorës vet, edhe shumë dru, ka çekuilibruar masën vegetative me masën drunore. E zgjodhëm këtë ulli sepse ky është tipik përfaqësues i gjithë ullishtes tonë, në të cilën nuk ndërhyet në procesin kryesor që është krahasitja dhe nuk kryen shërbimet e tjera. Tani konkretisht ky ulli ka disa deg kryesore, të cilat një pjesë e tyre tani për tani janë të pavlefshme dhe që duhet të hiqen. Ulliri si bimë mezetare kërkon ndriçim të madh në të gjithë kurorën e vet, sepse me ndriçimin fillojnë edhe funksionojnë gjithë elementët vegetativ të kurorës. Në rastin ton që kemi një mungesë, një jezim të madh, mungesë ndriçimi brenda kurorës, atëherë ndryrja jonë do të jetë thjeshtimi i kurorës edhe mundësimi që drita të futet brenda saj. Thjeshtimi i kurorës do të realizohet në heqjen e disa degëve kryesore, në lirimin e kurorës, si thua, nga masa drunore, pastaj do futemi në masën vegetative për të lënë masën vegetative të duhur dhe për të hequr ato pjesët e thata ose pjesët që e kanë ezauruar funksionin e vet. Tani do të heqim degët që takojnë me ullin që kanë afër dhe me këtë rast ne bëjmë dy veprime. E para një arqiqje druri i tepërt dhe e dyta zvogëlojmë kurorën. Zvogëlimi i kurorës nuk do të thotë zvogëlim prodhimi, por është e kundërta, kemi të bëjmë me një rritje prodhimi dhe rritje sasiore dhe rritje cilësore. Konkretisht ne do të heqim tani dy degët që takojnë një ulli edhe dy degë që takojnë dhe ullirin tjetër. Qëllimi i kësaj krahasitje është zvogëlimi i kurorës. Në këtë ullishe që jemi ne, dhe konkretisht me këtë ulli, me distancat që ka me ullinë e tjerë në afërsi, duhet një kuror më e vogël. Sepse konkretisht kjo ka një kuror rreth 45-50 m3, në një kohë që duhet të ketë një kuror rreth 30 m3. Vëllimi i kurorës ka të bëjë me dimensionet që ka brenda kurora, ka të bëjë me lartësinë, që lartësia e kurorës nuk duhet të kalojë 3.5 metra, ka të bëjë me diametrin ose projeksionin që krijon hija e kurorës në mesditë. Këtij ulliri takon të ketë një projeksion kurore 20 metra katrore, domethënë rreth 4 metra diametër, 3.4 metra lartësi. Në këtë mënyrë formohet një vëllim kurore normale me rreth 30 m3. Elementi, domethënë kryesor, siç thamë, është zvogëlimi i kurorës. Elementi tjetër është hijezimi, të cilin ne do të fillojmë ta eliminojmë gradualisht. Ta fillojmë duke hequr degët anësore që i jezojnë ullinë që kanë në krahët e tyre. Eliminuam efektin negativ të jezimit të këtij ulliri ndaj dy ullinëve që ka fqinj. Tani do të punojmë brenda kurorës, duke hequr degët e panevojshme, degët që kanë shumë dru shumë vjeçar, domethënë ky dru mund të jetë edhe 20 vjeçar. Do të bëjmë dhe ekuilibrimin e kurorës. Tani puna që na mbetet është të shkurtojmë degët që kanë mbetur dhe faktikisht janë shumë të gjata dhe me këtë rast ne rregullojmë edhe vegetacionin edhe akoma punojmë për zvogëlimin e kurorës. Kjo deg do pritet këtu edhe këto dy degëza të vogla do lihen për rigjinerimin e mëvonshme të
të këtij pozicioni. Do punojmë edhe në këtë krah të kurorës, duke e shkurtuar sepse edhe kjo deg shkon shumë e gjatë dhe shkon tek ulliri tjetër, dhe do të lihen disa maja këtu që janë më të shëndetshme dhe më të gjelbra. Edhe kjo deg do të shkurtohet sepse është shumë e gjatë dhe do të punohet edhe brenda kurorës duke lënë disa lastar që janë më të shëndetshëm për të ripërtërirë këtë pjesë të kurorës. Kemi krijuar një kuror me 4 deg skeletore dhe nga prerjet e rënda që janë bërë këtu, të detyruara se krasitja është ripërtëritse, në të gjitha pikat që ka çdo deg ka mundësi që të dalin lastar përveç pikave që kemi lënë lastarët për ripërtëritjen e ardhshme të kësaj kurore. Në fund të çdo dege kryesore janë lënë lastar, janë lënë gjethe, të cilat do të shërbejnë për ripërtëritjen e secila për pjesën e vet. Çdo deg, të themi, është një njësi që punon si pemë vete. Dhe për këtë arsye në çdo deg janë lënë mazë vegetative që të punojnë secila si çdo njësi me vete dhe të kenë mundësi që të ripërtërijnë komplet bimën. Kemi krijuar 2 pamje tani. Njëra është e këtij ulliri të krasitur dhe pamja tjetër është e ullishtës që është rreth e rrotull, që në dukje ka një kuror, po faktikisht kjo kuror nuk është prodhuese. Nuk është prodhuese as për si vjet, as për vitin tjetër, as për shumë vjet. E vetmja masë që përmirësuese në këtë tip ullishte është krasitja ripërtëritse. Atëherë me anë të kësaj pune japim një mesazh direkt fermerit që të njohë këtë operacion shumë të rëndësishëm edhe shumë të vlefshëm për ata, dhe njëkohësisht bashkë me këtë operacion të hyjë në komunikim ose në marrëdhënie teknike me teknikët e krasitjes, në mënyrë që të jap një impakt më të madh këtij operacioni të rëndësishëm të ullirit. Krasitja i shërben prodhimit, krasitja përmirëson prodhimin edhe arrit cilësinë edhe sasinë e prodhimit.